Shikues të nderuar, këtë të shtu në Oksigjen, art, kultur, bardhësi, urtësi, do të flasim edhe për ushtrimin e oficerëve shqiptare, do të flasim edhe për nostalgji, për të madhin Mirush Kabashi, përmes kujt? Përmes veprës së tij dhe vajzës së tij, Mendi Kabashi. Faleminderit Mendi që na ka ardhur në Oksigjen. Shumë faleminderit për ftesën. Edhe po hesim me rrëdhë bukuroshin, do hes, çka do të flasim sonte Mendi? Po do flasim pak për gjithçka, për thënat dhe të pathënat e Mirushit, gjëra që nuk janë cekur kur, edhe për treguar pak nga jeta ime si shqiptarja e parë dhe femra e parë e huaj në Akademinë Ushtarake për degën e oficerëve të karabinjerisë. Mendoj që është interesante për të cekur si diçka një çik më e veçantë. Po, super, më kalon përshtypje shumë kur e neva që e oficer ushtarake, togere. Edhe ka qenë krenaria më e madhe e Mirush Kabashit, për këtë do flasim. Me kërkesën e tij, a? Me kërkesën e tij. Okej, edhe me kërkesën time qare s'ki pa thonë bilej poezi sonte për me na pru Mirushin edhe një dimension tjetër në Oksigjen. Po apo jo? Do mundohem. Shtunë në Oksigjen, Mendi Kabashi.